pak luftra në historinë islame kanë qenë aq vendimtare apo aq me ndikim sa pushtimi i gatishullit iberik nga muslimanët në fillim të shekullit 8. Një ushtri e vogël muslimane mbriti në brigjet jugore të Iberisë në vitin 711 dhe deri në vitin 720 pothuajse i gjithë gatishulli ishte nën kontrollin musliman. Qarqe të ndryshme propaganduese e përshkruajnë këtë si një pushtim nga muslimanët imperialist dhe agresiv që nënshtrojnë një popullsi të krishterë me terror dhe forcë. E vërteta megjithatë është larg nga kjo. Është një konflikt shumë i ndërlikuar që nuk mund të përshtatet lehtësisht në termat Islami kundër krishtërimit ose lindje kundër perëndimit. Historia e pushtimit musliman të Spanjës është një histori e drejtësisë, lirisë dhe tolerancës fetare. Të kuptuarit të së vërtetës, pas pushtimit musliman të Iberisë, është kritike për të kuptuar historinë e mëvonshme të pluralizmit fetar, që do të lulëzojë gjatë historisë së Spanjës muslimane, që atë botë njihej si Al-Andalus. Në gjysmën e dytë të shekullit të 7 të erës sonë, fortesat bizantine në Afrikën e Veriut i dhanë rrugë për parimit arab. Kartagena ra në vitin 698. Në vitin 705, Al-Walid i parë, kalifi i 6 i dinastisë Umayyad, dinastia e parë e madhe muslimane me qendër në Damask, emëroi Musa ibn Nusairin si guvernator në perëndim. Musa ibn Nusairi aneksoi gjithë Afrikën e Veriut deri në Tangier. Sundimtari i krishterit Ceutës, Konti Julian, i identifikuar ndryshe nga kronistët arab si një bizantin, një amazik vendas ose një vizigot, përfundimisht arriti një marrëveshje me Musa ibn Nusairin për të nisur një pushtim të përbashkët të gatishullit iberik. Historiani Al-Tabari transmeton një traditë që atribot kalifit Uthman, i cili deklaroi se rruga për në Konstantinopoj ishte përmes Spanjës. Vetëm përmes Spanjës mund të pushtohet Konstantinopoja. Nëse pushtoni Spanjën, do të ndani shpërblimin atyre që pushtojnë Konstantinopojën. Pushtimi i Hispanisë pasoi pushtimin e Magrebit. Pushtimi i Spanjës ishte rezultati i gatishmërisë së muslimanëve për të pushtuar dhe thirrjes për ndihmë nga një prej fraksioneve të vizigotëve të njohur si Vitizans. Pasi u shpronsuan pas vdekjes së mbretit Vitiza në vitin 710, ata ju drejtuan Musa ibn Nusairit për mbështetje kundër uzurpatorit Roderick. Në prill ose maj të vitit 711, Musa ibn Nusairi dërgoi një ushtri amazike të kryesuar nga Tariq bin Ziyad në përkalimin detar që sot njihet si ngushtisja e Gibraltarit. Në korrik ata ishin në gjendje të mposhnin Roderickun në një betejë vendimtare. Ndryshe, ngushtisja e Gibraltarit e ka marrë emrin nga komandanti i famshëm Tariq bin Ziyad, e në arabisht njihet si Gjebelut Tariq apo Kodra e Tarikut, ndërsa perëndimi e quhen Gibraltar. Kur muslimanët arritën në brigjet e gatishullit, Tariq bin Ziyad do të mbaj fjalimin e tij të famshëm që historia nuk do ta fshijë kurrë. Ai u drejtua ushtarëve të tij e ju tha: "O njerëz, ju në këtë ishull jeni më të humbur se bonjakët në gostinë e keqe, dhe nuk ka shpëtim për ju. Deti është prapa jush e armiku para jush. Forcat e përforcimit të tij janë të shumta, kurse ju nuk keni rrugdalje tjetër përveç shpatave tuaja, e as ushqim përveç asaj që do ta merrni nga armiku juaj me këto shpata. Duhet ta dini që fitoria ndaj kësaj ushtrie të madhe është e mundur nëse i lejoni vetes të vdisni. E unë nuk kërkoj nga ju asgjë prej të cilës vetë do të lirohem, e as nuk do t'ju ngarkoj me asnjë plan e të mos filloj vetë i pari. Pasi të takohemi me armiqt, do të ndeshem me sunduesin e tyre dhe do ta vras nëse dëshiron Zoti. Të përballemi me ta së bashku, e nëse vdes para se të arrijë ai, betohuni me vendosmëri se ata do të zhgënjehen pas vdekjes sime." Në vend që të kthehej në Afrikë, Tariq bin Ziyad marshoi në veri dhe pushtoi Toledon, kryeqytetin vizigot, ku kaloi dimrin e vitit 711. Në vitin pasues, vetë Musa ibn Nusair udhëhoqi një ushtri arabe në Gadishull dhe pushtoi Meridan pas një kohe të gjatë rrethimi. Ai arriti në Toledo në verën e vitit 713. Prandaj,
Ai përparoi në vendlindje, duke marrë Zaragosën dhe duke pushtuar vendin deri në malet veriore. Ai pastaj u zhvendos nga perëndimi në lindje. Si Musa, ashtu edhe Tariku, u ndroqën në Siri nga Halifi dhe ata u nisën në vitin 714 në fund verës. Deri atëherë, pjesa më e madhe e Gadishullit Iberik ishte nën kontrollin musliman. Suksesi i shpejtë i forcave islame mund të shpjegohet me faktin se shoqëria hispano-vizigote nuk kishte arritur ende një integrim kompakt dhe homogjen. Hebrejt, të ngacmuar nga urdhëresat ligjore të Toledos, ishin veçanërisht armiqësor ndaj qeverisë së krishterë. Por më tepër, pushtimi musliman solli avantazhe për shumë elementë të shoqërisë. Barra e taksave ishte përgjithsisht më pak e rëndë se sa kishte qenë në vitet e fundit të epokës vizigote. Bujkrobërit që u konvertuan në islam u ngritën në kategorinë e të liruarve dhe u regjistruan në mesin e vartësve të disa fisnikeve pushtues. Ndërsa hebrejt, të cilët nuk ishin më të persekutuar, u vënë në pozita të barabarta me hispano-romakët dhe gotët, të cilët mbetën ende brenda grupit të krishterë. Kështu, në gjysmën e parë të shekullit të 8, në Spanjën muslimane, u zhvillua një shoqëri e re. Arabët ishin elementi sundues, por u bë një dallim midis arabëve të parë që kishin hyrë në Spanjë dhe sirianëve që arritën më vonë. Po shtyre në status ishin imazigenët, të cilët përbënin shumicën e trupave pushtuese, numri dhe ndihimi i cilëve vazhdoi të rritej gjatë shekujve për shkak të fluksit të tyre të vazhdueshëm nga Afrika. Pastaj erdhën popullsia vendase, që ishte konvertuar në islam, muslimanët dhe pasardhësit e tyre, ose edhe ata vetë të preardhjes amazije. Ky grup përbënte shumicën e popullsisë. Periudha midis viteve 711 dhe 756 quhet Emirati i Varur, sepse Spanja muslimane, ose Andaluzia, ishte e varur nga kalifi Umayyad në Damas. Këto vite u shënuan nga armiqësi të vazhdueshme midis fraksioneve të ndryshme arabe dhe midis grupeve të ndryshme shoqërore. Megjithatë, zgjerimi musliman përtej Pirinejeve vazhdoi deri në vitin 732, kur frankët, nën Charles Martel, mundën muslimanët të udhëhequr nga emiri Abdurrahman al-Gafiki pranë Tursit. Kjo betejë shënoi fillimin e tërheqjes graduale të muslimanëve. Një kryengrytje e madhe amazike kundër arabëve në Afrikën e Veriut pati pasojë të fuqishme në Spanjën muslimane. Shkaktoi shpopullimin e Gadishullit veriperëndimor, i pushtuar në atë kohë kryesisht nga imazigenët, dhe solli ushtrinë siriane në Andaluzi, e cila futi një motiv të ri për mosmarrveshje. Kjo situatë ndryshoi me themelimin e një emirati të pavarur në vitin 756 nga Abdurrahmani i parë al-Dakhil, një princ Umayyad, i cili pasi atorit shpëtonte nga Abasidët dhe fitoi pushtetin në Andaluzi, u bë i pavarur prej tyre politikisht, por nuk mori titullin kalif. Popullsia muslimane vazhdoi të rritej gjatë shekujve të parë të pushtimit për shkak të valës së konvertimeve që ulin ndjeshëm numrin e të krishterëve. Shifrat të sakta nuk mund të jepen, por vlerësohet se në kohën e pushtimit rreth 4 milion spanjoll banonin në Gadishull dhe se gjatë shekullit të 8 numri i arabëve emigrant u rrit në rreth 50.000 dhe i imazigenëve në rreth 250.000. Popullsia ishte kryesisht rurale dhe qytetet e mëdha ishin të pakta në numër. Në fund të shekullit të 10, Cordoba kishte 250.000 banor, Toledo 37.000, Almeria 27.000, Granada 26.000, Zaragoza 17.000, Valencia 15.000 dhe Malaga 15.000 banor. Zemra e sundimit musliman ishte Spanja Jugore, ose Andaluzia. Emri Andaluzi vjen nga termi Al-Andalus, i përdorur nga arabët që rrjedh nga vandalët që ishin vendosur në rajon. Stabiliteti në Spanjën muslimane erdhi me themelimin e dinastisë Umayyade Andaluziane, e cila zgjati nga viti 756 deri në vitin 1031. Më meritor është emiri Abdurrahman, i cili themeloi emiratin e Kordobës,
Të ishte në gjendje të bënte grupe të ndryshme muslimane që kishin pushtuar Spanjën të bashkoheshin për të sunduar atë. Periudha muslimane në Spanjë përshkruhet shpesh si një epokë e ardhë e të mësuarit, ku ngritën bibliotekat, kolegjet, banjat publike, ndërsa letërsia, poezia dhe arkitektura lulëzuan. Si muslimanët, por edhe jo muslimanët, dhanë kontribut të madh në këtë shpërthim kulturor. Spanja Islame ishte një përzierje multikulturore e njerëzve të tre feve të mëdha monoteiste, muslimanëve, të krishterëve dhe hebrejve. Ai u bë një nga qytetërimet më të mëdha muslimane, duke arritur marrjen e tij me kalifin Umayyad të Kordovës në shekullin e 10. Sundimi musliman ra pas kësaj dhe përfundimisht pushoi se ekzistuari në vitin 1492, kur Granada u pushtua. Edhe pse sundimi musliman në Spanjë zgjati për 7 shekuj, rënja dinastisë së tyre do të fillonte që në shekullin e 11. Midis viteve 1009 dhe 1031, një sër kryengritjesh dhe një sër sundimtarësh të dobët së bashku quan në shpërbërjen e shtetit Umayyad. Duke mbushur boshllëkun, dolën më shumë se një numër i madh i monarkëve të vegjël pavarur, të quajtur mbretër partish, ose në arabisht Mulukul Tawaif, nga fjala Taifa, që do të thot parti ose fraksion. Megjithse këto mbretër i rivale, disa jo më shumë se qytet-shtete, ishin shumë më të dobta se kalifati unitar Umayyad. Periudha e Taifës dëshmoi një lulëzim të arteve dhe të mësuarit, ndërsa çdo sundimtar u përpoq të kalonte të tjerët në prestigjin e oborrit të tij. Siç thekson David Wasserstein në librin e tij Ngritja dhe rënja e mbretërve të Taifës, bollëku i sundimtarëve nënkuptonte gjithashtu një bollëk patronësh, kështu që artistët, studiuesit dhe shkencëtarët mund të gjenin një sponsor apo edhe sponsor konkurrues me lehtësi relative. Megjithatë, të dobësuar nga grindjet kronike të brendshme, marrëdhëniet e pabes të dyfishta dhe dekadenca e brendshme, mbretërit e Taifës i dhanë një territor të konsiderueshëm mbretërive të krishtera, që po riktheheshin në veritë e Gadishullit. Në vitin 1085, Kastilianët kishin marrë qytetin vendimtar të Toledos, dhe mbretërit e vegjël i kërkuar sundimtarit të ri Almoravid në Marok, Jusuf ibn Tashufin, që të ndërhynte. Almoravidët ishin një dinasti puritanike që kishte lindur midis amazigëve të Marokut jugor, dhe për një kohë ata ishin të kënaqur të ndihmonin mbretërit e Taifës ushtarakisht, por në vitin 1090, Jusufi vendosi që ushtritë e tij të mëparshme duhet të largoheshin nga Andaluzia dhe mbretërit e vegjël u fshin më një anë. Almoravidët në fillim imponuan puritanizmin e tyre dhe ortodoksinë e ngurtë fetare, të dukshme edhe në artin e tyre në Spanjë, por në fund, megjithse besimi i tyre mbeti i pastër, ata vet ju nështruan luksit dhe lehtësisë al-Andalusit. Forca e lëkundër e Almoravidëve u dha mbretërive të krishtera mundësi për ripushtim dhe deri në vitin 1145 Spanja Almoravide po përpëritej. Popullsia muslimane u ngrit në revolt dhe një grup i ri monarkësh Taifa u kërkuan Almohadëve, një tjetër lëvizje puritanike nga Maroku jugor, i cili zëvendësoi Almoravidet në Afrikën e Veriut, që të ndërhynin. Almohadët u vunë në lëvizje dhe për një farë kohe, sundimtarët e ri të Afrikës së Veriut patën një farë suksesi në Spanjë. Por batiza u kthye në favor të krishterëve në vitin 1212 në betejën e Al-Iqab, e quajtur në spanjisht La Navas de Tolosa, dhe brenda dekadave, Almohadët ishin tërhequr përsëri përtej ngushtisës së Gibraltarit. Qytetet muslimane ranë njëri pas tjetrit deri në vitin 1260, kur mbeti vetëm mbretëria e Granadës. E balancuar në mënyrë të pasigurt midis fuqive armiqësore të krishtera në veri dhe sundimtarëve rival musliman në jug të Marokut, Granada mbijetoi për gati 2 shekuj të tjerë, ndonse gradualisht u dorëzuan territorin forcave të krishtera spanjolle. Sundimtarët Nasrid të Granadës
nga frika se mos gëlltiteshin nga shpëtuesit e tyre, refuzuan të drejtoheshin marokenëve për ndihmë. Të izoluar politikisht, Granada hyri në periudhën e mbjetesës. Megjithatë, historiani i arkitekturës John Brooks vën në tukje se megjithë përmbysjen e përgjithshme të shtetit të organizuar politik dhe ushtarak gjatë periudhës së fundit të sundimit musliman në Spanjë, kjo kulturë jashtëzakonisht e pasur dhe origjinale ishte ende në zhvillim. Në të vërtetë, shumë nga shembujt më bujarë dhe më të famshëm të artit dhe arkitekturës andaluziane datojnë nga kjo periudhë. Brenda enklavës së saj që zvoglohej ngadalë, Granada lulëzoi në mënyrë madhështore, si artistikisht, ashtu edhe kulturalisht, deri në fund të shekullit 15, kur Spanja katolike mposhti ndarjen politike dhe efektet e vdekjes së zezë dhe faza përfundimtare e Reconquistas filloi seriozisht. Nga fundi i vitit 1491, ushtritë e Ferdinandit dhe Izabelës ishin në portat e vet Granadës. Mbeti vetëm një akt i fundit për të luajtur, një zhurmë, pikëllimi i së cilës do të kumbonte në gjithë botën muslimane dhe do të bëhej legjend. Sundimtari i Granadës, Muhammed Abu Abdullah, i njohur në perëndim si Boabdil, pranoi fshehurazi të dorëzonte qytetin të krishterëve në këmbim të largimit të tij të sigurt nga Spanja. Ndërsa largohej nga qyteti, Boabdil ndaloi për të parë pas pallatin Alhambra, kopshtet madhështore dhe pjesën tjetër të Granadës. Stanley Lane Poole tregon reagimin e Boabdilit në veprën e tij klasike të vitit 1887, Muslimanët në Spanjë. Allahu Ekber, a i tha, Zoti është më i madhi, ndërsa shpërtheu në lot. Nëna e tij Aisha qëndroi pranë tij dhe i tha, mund të qash si një grua, për atë që nuk mundet ta mbrosh si burr. Vendi nga ku Boabdil hodhi vështrimin e tij të trishtuar të lamtumirës në qytetin e tij nga i cili u dëbua përgjithmonë, mban edhe sot emrin El Ultimo Sospiro del Moro, që do të thotë psherëtima e fundit e muslimanit. Kështu, më 2 janar të vitit 1492, sovraniteti politik musliman në Spanjë mori fund. Muslimanët dhe njerëzit me origjinë muslimane në vitin 1499 u detyruan të konvertohen në krishterim. Popullsia muslimane u rebelua, por revolta u shtyp shpejt. Në vitin 1500, muslimanëve spanjoll ju paraqit një zgjedhje ashpër: të konvertoheshin në katolicizëm ose të dëboheshin nga Spanja, kurse pjesa më e madhe e muslimanëve dhe hebrejve u masakruan pa mëshirë. Megjithëse sundimi musliman në Spanjë kishte marrë fund, trashëgimia e pasur kulturore dhe intelektuale e Andaluzisë mbijetoi, si në Gadishullin Iberik, ashtu edhe në mbar botën. Elementet të trashëgimisë islame mund të gjenden në gjithë Spanjën, dhe vitet e fundit Spanja moderne është bërë më e vetëdijshme dhe më krenare për lavditë e kësaj periudhe të historisë së saj. Shumë emra vendesh, si ato të qytetit Port Algeciras, lumi Guadalquivir dhe vetë rajoni jugor i Andaluzisë, të gjitha vinë nga arabishtja e përdorur në Andaluzi. Dhe gjuha spanjolle është ndikuar shumë nga arabishtja, veçanërisht në aspektin e fjalorit. Dhe shumë terma me origjinë arabe u kaluan nga spanjishtja në anglisht në botën e re. Disa nga monumentet arkitekturore më të famshme të Spanjës, duke përfshirë Xhaminë e Madhe të Cordobës, Giraldën e Sevilles dhe Alhambrën e Granadës, datojnë nga periudha muslimane. Arkitektura në Spanjën jugore dhe Amerikën Latine huazon shumë nga ndërtuesit musliman, si përsa i përket materialeve të përdorura, sikur tjegull dhe llaç, dhe elementet të projektimit si oborrit qendrore, zbukurimet abstrakte dhe përdorimin krijues të ujit dhe shadrvanëve. Instrumentet, modelet ritmike, konvencionet vokale dhe strukturat dhe organizimi i përgjithshëm
dhe organizimi i përgjithshëm i muzikës andaluziane, që rrjedhin drejt për drejt nga pararendësit arab, kanë pasur gjithashtu ndikimin e tyre në muzikën spanjolle dhe si rrjedhoi në muzikën latinoamerikane. Në disa raste, edhe meloditë andaluziane janë përcjell të paprekura. Veprat e shumë prej mendimtarëve dhe praktikuesve më të shquar të Andaluzisë, së bashku me shkrimet nga bota muslimane lindore, u përkthyen nga arabishtja në latinisht nga spanjollët. Nëpërmjet këtyre përkthimeve, mendimi filozofik dhe shkencor nga bota greke dhe romake, i ruajtur dhe zgjeruar nga studiuesit musliman, kaloi në ndërgjegjjen europiane për të ushqyer si rilindjen, ashtu edhe epokën e iluminizmit. Megjithatë, ishte përsëri në botën arabe dhe muslimane që kultura dhe shoqëria andaluziane patën ndikimin e tyre më të madh, madje edhe para vitit 1492. Shumë kontribues të rëndësishëm në historinë intelektuale islame erdhën ose punuan në Spanjën islame. Asnjë tregim i zhvillimit të filozofisë në islam nuk është kompletuar pa diskutim të Ibn Tufailit, i cili vdiq në vitin 1185 dhe të nxënësit të tij Ibn Rushdi, i cili lindi në Kordoba, u bë kryekadi ose gjykatës i Sevilës dhe vdiq në vitin 1198. Ibn Rushdi, i njohur në perëndim si Averroes, dha kontributet e tij më të rëndësishme në komentimin e tij për Aristotelin, për gënjeshtrimin e tij ndaj kritikës së El Ghazaliut ndaj filozofisë dhe shqyrtimin e tij të marrëdhënies ndërmjet arsyes dhe fesë. Pjesa më e madhe e mendimit të Ibn Rushdit parafiguroi veprën e Thomas Aquinas. Në mjeksi, Andaluzia nxori studiues si Al-Zahrawi, i cili shkroi gjithësisht mbi kirurgjinë, farmakologjinë, etikën mjekësore dhe marrëdhënien mjek-pacient. Ibn Zuhr, një shekull e gjysmë më vonë, ishte një avokat i kërkimit klinik dhe eksperimentimit praktik. Ai sot, në perëndim, njihet me emrin si Avenzoar. Megjithatë, duke lënë më njanë kontributet e tij intelektuale, kulturore dhe estetike, Andaluzia la një trashëgimi të hidhur emocionale për botën arabe dhe muslimane. Megjithse ndjenja e humbjes është më e theksuar tek pasardhësit e mërgjimtarëve andaluzian. Kujtesa e Al-Andalusit ruan fuqinë e saj emocionuese në gjithë botën islame.